Nuha Osmani është mërgjimtari që u grushtua të premten nga Armen Zemaj në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë. Ai nuk ka treguar asgjë se çfarë i tha deputetit të LDK-s, por vetëm e cilësoi atë si dhunues. Ai pyri me grua edhe me nan. Unë ja ofrova me pyet çka po don. Ai usall dhon shumë edhe më goditi. Zemaj në Facebook e pranoi rastin duke thënë se ai erdhi pas provokimit. Në këto raste, sulmi dhe fyerjet të ulta sigurisht do duhet të ruaja qetësinë dhe dinjitetin e çdo rrethon dhe pavarësisht provokimit, i cili nuk më ka ndodhur kurrë gjatë karrierës time, dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim, shpreh keqardhje dhe kërkoj falje publike. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin dhe ka thënë se si deputeti Zemaj, ashtu edhe qytetari, janë intervistuar pas konfliktit fizik. Shënjestër.net